edhe vendimet e tij, po që e kena një diasporë me numër të madh, edhe dëshmitari kësaj na janë fluturimet e nëntë shkurtit, do të thonë numri i madh i tënve që kanë ardhur dhe kanë votuar vetëvendos, nuk po flas për ato me poste që kanë ardhur, po flas fizikisht që janë kanë këto, atëherë kjo është, do të thonë, për parti tjera një rrezik. Po gjajmë. Më morë 10% më pak se sa në zgjedhjet e vitit 2021. 8% më pak. 8%? Unë jam i sigurt që të shkojmë ku shkojnë skorive, ka rrejnë gosht, edhe 5% më pak i ka. Në një racional do të më kuptu kjo sens, 8% më pak prej zgjedhjeve të fundit, me një mandat 4 vjeçar, të pas suksesshëm, pa investime kapitale, të sankcionuar nga Bashkimi Evropian, sankcionuar nga SBA, etj. Nuk do të thotë që vetëvendosja i ka humbur zgjedhjet. A më ka fillu me marrë të pozjen, ka fillu pak me... Nëse flasim realitetin, po që një ramje ka ekzistuar, besoj që ai 8% që është vota e vjosa asë Visar, a ka mujt me kriju një presion, po mendoj një presion publik, kjo kriza e kuvendit, edhe që qytetarët me pas një farë revolte. Si ka ndikuar edhe të jeta qytetarëve kjo pjesa? Në aspektin na probleme ekonomike kemë, si me qeveri, si pa qeveri, problemet ekonomike i kena këto, që ka shkaktu probleme sociale, shtesë, që ka shkaktu në aspektin psiqik, i ka ngarku njerëzit hala ma shumë.